Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Receta që do prezantoj për sot është një ëmbëlsirë sa e thjesht, po aq edhe e shijshme. Mund ta përgatisni mjaft lehtë në shtëpinë tuaj. Nëse je i ri në kanalin tim, mos harro të bësh subscribe dhe të shtypësh butonin e zilës, kështu do të njoftohesh për çdo recetë të re të postuar. Nëse dëshironi ta përgatisni, ejani ta fillojmë së bashku. E nisim me shërbetin, ju nevojitet ujë 700 ml, 300 gram sheqer. Sheqerin mund ta vendosni sipas dëshirës, varet se sa të ëmbël e dëshironi. Për këtë tavë, kaq sheqer është mjaftueshëm. 2 feta limoni, 2 shkopa kanelle dhe disa karafila. Dhe do ta vendosim të ziej. Ndërkohë që shërbeti bëhet gati, në një enë do vendosim 2 vezë, 200 gram kos, 60 ml vaj ulliri ose vaj lule dielli, 100 gram sheqer dhe përbërësi do t'i përziejmë shumë mirë. Do vazhdojmë me një bustinë krem karamel dhe 150 gram arra të coptuara. Nëse dëshironi, mund të vendosni një tjetër frutë të thatë, si është bajame ose lajthi. Pasi e përziejmë shumë mirë, do shtojmë një pluhur fryrës. Vazhdojmë ta përziejmë dhe e lëmë një anë. Ndërkohë, në një tigan do vendosim 20 gram gjalp dhe 200 gram kadaif. Kadaifin do ta bëjmë në copa, kështu si tregohet në video, dhe do ta skuqim me gjalpin që vendosëm në tigan për pak minuta sa të marrë ngjyrë të artë. Mund ta skuqni ose mund ta vendosni edhe në furrë, unë zgjodha që ta skuq. Pasi e kemi gati, do ja bashkojmë masës që sapo përgatitëm. Si u thash, është një recetë mjaft e thjeshtë dhe është shumë e shpejtë në përgatitje dhe ka një shije dhe një aromë të vërtet të veçantë. Pasi e vendosim të gjithë masën e kadaifit, do ta përziejmë shumë mirë. Kjo pjesë është shumë e rëndësishme, pasi duhet të kujdesemi që çdo fije kadaifi është e përzier dhe e zbutur shumë mirë me masën që përgatitëm. Pasi sigurohemi që e kemi përzier shumë mirë dhe është formuar një masë e njëjtë, do ta vendosim përpjekje në tavë, të cilën e kemi lyer para me pak vaj ose gjalp. Do ta hapim shumë mirë në të gjithë sipërfaqen dhe do ta pjekim në sopë të parangrohur për 45 minuta në 180 gradë. Si gjithmonë, pjekja varet në varësi të sobës që keni. Pasi është pjekur dhe kemi gati, po kështu edhe shërbeti është gati, do ta shërbetosim, shërbeti i ftohtë dhe ëmbëlsira e nxehtë. Pas shërbetosjes, ëmbëlsirën e keni gati për ta shijuar. Nëse ju pëlqeu receta, mund të bëni një like apo të lini në koment për shtypjen tuaj, apo edhe sugjerimet tuaja për receta të tilla. Unë ju përshëndes dhe bashkë do dëgjohemi në receta të tjera të thjeshta dhe të shpejta. Faleminderit!